Përshëndetje miq, ju ftoj të ndjekim horoskopin e datës 27 qershor 2025 për secilën. Fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë, dashi. Sot, Mërkuri është duke lëvizur në harmoni me shenjën tënde, dhe kjo sjell një energji shumë pozitive në komunikim. Fjalët e tua kanë më shumë peshë dhe ndikim, dhe të tjerët janë më të gatshëm të dëgjojnë. Kjo është një periudhë shumë e mirë për të shprehur më lirshëm, qoftë përmes bisedave, shkrimeve apo edhe në mënyrë krijuese. Nëse ke pasur vështirësi të tregosh ndjenjat apo të shprehësh dashurinë, tani është momenti i duhur për t'u hapur. Hobit, argëtimi apo edhe një histori dashurie që mund të ketë qenë në hije, tani bëhen më interesante për ty. Do të ndjesh që zemra dhe mendja janë në një linjë, dhe kjo të ndihmon të marrësh vendime më të qarta, pa ngatëruar emocionet me logjikën. Në punë apo projekte personale, sot është dita e duhur për t'u përqendruar në detaje. Ndjek rrugën e thjeshtë dhe të qartë, metoda të vogla, hapa të sigurt. Edhe bisedat që mund të duken të zakonshme sot, në fakt mund të sjellin këshilla të vlefshme apo ide të rëndësishme. Mos u nxito për rezultate të menjëhershme. Sot është ditë për të ndërtuar ngadalë por me themel të fortë. Merr kohë për të reflektuar dhe për të marrë me diçka që të mbush shpirtin, qoftë një libër, një projekt i vogël apo një bisedë e sinqertë me dikë që të kupton. Këshilla e ditës: mos prit që të tjerët të kuptojnë gjithçka vetë, fol, shprehu, jepi za asaj që ndjen dhe dëshiron. Është momenti për të ndriçuar me mendjen dhe zemrën tënde. Ngjyrat me fat: e kuqe, e errët dhe portokalli. Ora me fat: 2-4 pasdite. Demi. Sot, ndikimi i Mërkurit që bashkëpunon me Saturnin vën në qendër të vëmendjes logjikën, organizimin dhe ndjeshmërinë ndaj shtëpisë dhe jetës personale. Është dita e përkryer për t'u përqendruar në gjëra të thjeshta, por me rëndësi, siç është rregullimi i hapësirës së shtëpisë, pastrimi i ambienteve apo përfundimi i një projekti që e ke lënë pezull. Edhe një gjë e vogël si vendosja e rendit në dhomën tënde mund të sjellë qetësi shpirtërore. Mund të ndjesh një shtysë për t'u përmirësuar brenda vetes apo në raportet e ngushta familjare. Është koha kur mund të përballesh me ndjenja që më parë i ke shmangur. Por sot, je më e fortë dhe më e gatshme për të folur me zemër të hapur. Mund të marrësh një këshill të vyer nga dikush që e respekton apo të ndjesh përkrahje nga një antar i familjes. Edhe nëse bisedat nuk janë shumë emocionale, ato do të jenë të ndershme dhe të dobishme. Energjia sot është ideale për të ndërtuar themele të forta, qoftë në marrëdhënie, qoftë në rregullimin e çështjeve praktike. Mos e nënvlerëso fuqinë e planeve të vogla që çojnë në ndryshime të mëdha. Ky është një nga ato momente ku puna e heshtur dhe e qetë jep rezultatet më të mira. Këshilla e ditës: kujdesi për shtëpinë dhe për të afërmit nuk është asnjëherë kohë e humbur. Jepi rëndësi gjërave të vogla që të japin qetësi dhe ndihmojnë në ndërtimin e një baze të fortë emocionale. Ngjyrat me fat: jeshile dhe gri e lehtë. Ora me fat: 11:30 deri 13:00. Binjakët. Sot, me Mërkurin që ndodhet në sektorin tënd të komunikimit, je në formë të shkëlqyer për të mësuar, për të shkëmbyer ide dhe për të ndërtuar lidhje të reja. Mendja jote është e mprejtë dhe kap detajet më të vogla, ndaj është një ditë e shkëlqyer për të shkruar, lexuar, organizuar dokumente, apo për të nisur një bisedë të rëndësishme. Mërkurit dhe Saturni të jep një ndjenjë stabiliteti dhe serioziteti në mënyrën se si flet dhe mendon. Mund të marrësh reagime shumë pozitive nga njerëzit përreth, qofshin këta miq, familjar apo bashkëpunëtor, dhe kjo të jep shtysën për të vazhduar me më shumë vetbesim. Edhe nëse zakonisht je person që mendon në mënyrë të gjerë dhe kreative, sot energjia e ditës të fton të përqendrohesh në gjërat praktike, në organizim dhe planifikim. Është gjithashtu një kohë e mirë për të dhënë këshilla. Të tjerët janë të gatshëm të dëgjojnë, sepse ke diçka të vlefshme për të ndarë. Një bisedë e thjeshtë mund të rezultojë më frytëdhënëse se sa e kishe imagjinuar. Këshilla e ditës: shfrytëzo këtë energji për të vendosur rend në mendimet dhe detyrimet e tua. Mos i nënvlerëso fjalët, ato mund të jenë mjeti yt më i fortë sot, qoftë për të ndihmuar dikë tjetër, qoftë për të qartësuar rrugën tënde.
Ngjyrat me fat, blu e lehtë dhe besh. Ora me fat, 09:45 deri 11:05. Gaforja, sot, Mërkuri kalon në sektorin tënd të burimeve personale, duke sjellë një fokus të veçantë në çështjet që lidhen me financat, aftësitë dhe pasuritë e tua. Kjo është një periudhë ideale për të rishikuar planet financiare, për të organizuar të ardhurat, si dhe për të menduar se si mund të vësh në përdorim talentet e tua natyrale në mënyrë më të dobishme dhe praktike. Gjatë këtij tranziti, do ta kesh më të lehtë të shohësh esencën e gjërave, fjalët e tua do të jenë të drejtpërdrejta dhe mendimi yt i kthjellët. Lidhja harmonike midis Mërkurit dhe Saturnit të nxit të përballesh me një detyrë apo përgjegjësi që e ke lënë pezull. E sotmja është dita e duhur për ta zgjidhur me maturi dhe qetësi. Bisedat që zhvillohen sot mund të jenë të vlefshme për të ardhmen, sidomos ato që lidhen me punën apo planet afatgjata. Do të ndihesh mirë duke i përfunduar gjërat që të kanë mbetur prapa dhe do të kesh një ndjenjë të thellë kënaqësie nga përmbushja. Këshilla e ditës. Qëndro me këmbë në tokë dhe përqendrohu tek detajet. Sot është dita për të vënë në rregull gjërat që kanë rëndësi dhe për të ndërtuar mbi baza të forta. Mos haro, pasuria më e madhe është aftësia jote për të menduar në mënyrë të qartë dhe praktike. Ngjyrat me fat, e kuqe dhe gri e hapur. Ora me fat, 10:20 deri 12:00. Luani, sot, yjet të sjellin një energji të qëndrueshme dhe të tokëzuar, që të ndihmon të dallosh qartë prioritetet e tua më të rëndësishme. Është një ditë e shkëlqyer për të ndjekur një ëndër që ke mbajtur gjatë në zemër, një projekt personal apo një ide që të ka frymëzuar prej kohësh. Dëshira për të ndërtuar diçka të qëndrueshme është e fortë dhe do ta ndjesh veten më të përkushtuar se zakonisht. Mërkuri po kalon në shenjën tënde dhe kjo të jep një forcë të veçantë në nivelin mendor. Do të ndjesh një kthjellësi të re në mendime pas një periudhe reflektimi dhe paqartësie. Disa vendime që i ke shtyrë mund të marrin drejtim të qartë sot. Idetë që ke për të ardhmen janë të freskëta dhe nëse i planifikon mirë, mund të kthehen në projekte të suksesshme afatgjata. Tranziti harmonik i Mërkurit me Saturnin ndihmon që çdo gjë që fillon sot të jetë e bazuar në mendim të thelluar dhe qasje praktike. Mund të ndihesh më i organizuar dhe më i përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësi. Mjafton të mos nxitohesh dhe të lëvizësh me hapa të matur. Këshilla e ditës, qëndro i përqendruar te vizioni yt personal, por mos haro të ndërtosh mbi bazë të fortë. Mendimet dhe vendimet e sotme mund të kenë ndikim të gjatë në jetën tënde, ndaj merr kohë dhe vepro me mençuri. Ngjyrat me fat, portokalli i artë dhe blu e errët. Ora me fat, 11 deri 13:00. Birgjeresha, Mërkuri ka hyrë në shtëpinë tënde të 12 diellore dhe kjo të fton të kthesh vëmendjen nga brenda. Mendja jote është e mbushur me kujtime, reflektime dhe ndjenja që lidhen me të kaluarën. Është një periudhë ideale për të bërë një pastrim mendor, për të medituar, për të shkruar ose për të përfunduar projekte të vjetra që të kanë mbetur pezull. Mund të ndihesh më i tërhequr dhe i mbyllur në vetvete, por kjo është një kohë e shenjtë për qetësi mendore dhe për riorganizim shpirtëror. Energjitë e sotme janë shumë të favorshme për të vendosur rregull në jetën tënde, qoftë në mendime apo në veprime të vogla, por me efekt të madh. Mund të ndjesh një nevojë të fortë për të marrë me diçka konkrete dhe të dobishme, jo vetëm për të marrë me ide, por për të parë edhe rezultate. Kjo do të sjellë kënaqësi të thellë dhe ndjesinë se je në kontroll të vetes dhe të rrugëtimit tënd. Intuita është veçanërisht e mprehtë sot. Mund të kuptosh më në fund një çështje të pazgjidhur nga e kaluara dhe kjo qartësi do të lehtësojë shpirtin. Është koha e duhur për të falur veten ose të tjerët dhe për të çuar përpara atë që të përmban prej kohësh. Këshilla e ditës, dëgjoj zërin e brendshëm dhe mos nxit për të dhënë përgjigje menjëherë. Udhëtimi i brendshëm është po aq i rëndësishëm sa çdo hap që hedh jashtë. Ngjyrat me fat, e bardha për lash dhe ngjyra vjollës e lehtë. Ora me fat, 15 deri 17:00. Peshorja, Mërkuri ka hyrë në një fazë të favorshme për ty dhe do të qëndrojë në këtë pozicion deri më 2 shtator.
Gjatë kësaj periudhe do të ndjesh një rritje të ideve të freskëta dhe do të kesh më shumë lehtësi në komunikim me të tjerët. Do të tërhiqesh nga ëndrat, shpresat dhe synimet që ke për të ardhmen, dhe gjithashtu do të jesh më kurioz për mendimet dhe ndjenjat e njerëzve përreth teje. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për të zgjeruar rrjetin tënd shoqëror dhe për të krijuar lidhje që të frymëzojnë. Sot, Mërkuri harmonizohet me Saturnin dhe kjo sjell energji të qëndrueshme dhe të organizuara në mendimet e tua. Mund të ndihesh më i qetë emocionalisht dhe më i përqendruar në detaje praktike. Është një ditë e mirë për të lidhur ide origjinale me zgjidhje të dobishme dhe konkrete. Gjithashtu, mund të kesh një bisedë që të jep siguri, mbështetje ose të forcon besimin në një rrugë që ke zgjedhur të ndjekësh. Dikush mund të jap këshilla me vlerë, ose thjesht të dëgjoj me kujdes dhe mirëkuptim. Kjo është një kohë e mirë për të folur për qëllimet e tua me të tjerët, për të bashkëpunuar, apo edhe për të shkruar rreth ëndrave të tua. Do të ndihesh më optimist, por në të njëjtën kohë i matur dhe i përgatitur. Këshilla e ditës, mos e nënvlerëso fuqinë e një bisede të thjeshtë, ajo mund të jetë çelësi për një mundësi të re ose për paqen tënde mendore. Ngjyrat me fat, roz pastel dhe blu qielli. Ora me fat, 14 deri 16:00. Akrepi, në javët në vijim, po i kushton më shumë vëmendje karrierës, drejtimit të jetës, reputacionit dhe çështjeve të rëndësishme profesionale. Ky është një moment i mirë për të bërë plane, për të rishikuar objektivat dhe për të vendosur një strategji më të qartë për të ardhmen. Mendja jote është e fokusuar në qëllime dhe vendosmëria jote po rritet. Ajo që thua në këtë periudhë ka më shumë peshë, prandaj është e këshillueshme të mendosh mirë para se të shprehesh, fjala jote ka ndikim. Sot, ndikimi i aspektit harmonik mes Mërkurit dhe Saturnit të sjell stabilitet dhe përqendrim. Do të ndjesh nevojën për të qenë më i përgjegjshëm dhe më i organizuar, veçanërisht në punë ose në detyrat që i ke marrë përsipër. Qasja serioze dhe praktike që ke sot do të ndihmojë të ecësh përpara me projekte të rëndësishme. Do të gjesh kënaqësi në përmbushjen e detyrimeve të përditshme dhe një ndjenjë misioni ose përkushtimi do të motivojë akoma më shumë. Është dita e duhur për të bërë plane afatgjata, për të strukturuar një projekt personal apo profesional dhe për të dëgjuar këshillat e atyre që kanë përvojë. Mund të ndjesh se po ecën drejt një qëllimi të rëndësishëm dhe kjo është shumë frymëzuese. Këshilla e ditës, qetësia dhe përqendrimi janë armët e tua më të forta sot, përdori për të ndërtuar diçka me vlerë. Ngjyrat me fat, e zezë dhe gri e hapur. Ora me fat, 10:30 deri 12:00. Shigjetari, Mërkuri ka nisur të tranzitojë sektorin tënd të shpirtit dhe vizionit të gjerë, i dashur shigjetar, dhe në javët në vijim do të ndihesh më i frymëzuar për të menduar për qëllime afatgjata, ëndra të mëdha dhe horizonte të reja. Ky është një moment i artë për të ndarë idetë e tua, për të mësuar diçka të re apo për të dhënë mësim. Mënyra se si shprehesh është më e qartë, më e drejtpërdrejtë dhe më bindëse. Të tjerët të dëgjojnë me vëmendje. Sot, Mërkuri në harmoni me Saturnin të ndihmon të përqendrohesh dhe të ecësh përpara me hapa të matur. Nuk është dita përfitore të menjëhershme, por për progres të qëndrueshëm. Madje edhe një hap i vogël drejt një qëllimi të madh është një fitore më vete. Mund të ndjesh kënaqësi duke ndarë mendimet me të tjerët, duke punuar në një projekt që të përmbush shpirtërisht, apo duke mësuar diçka që do ta përdorësh në të ardhmen. Vendosmëria, qartësia dhe përkushtimi janë aleatët e tu sot. Nëse fokusohesh, mund të arrish shumë më tepër se sa pret. E rëndësishme është të ecësh përpara me besim, edhe nëse rruga duket e gjatë, frytet do të vinë me kohë. Këshilla e ditës, mos u ngut për të parë rezultatet, ruaj besimin dhe përkushtimin, dhe gjithçka do të vijë në kohën e vet. Ngjyrat me fat, blu e thellë dhe ngjyrë lejla. Ora me fat, 11:45 deri 13. Bricjapi, Mërkuri ka hyrë tani në shtëpinë tënde të 8 diellore, i dashur Bricjap, dhe kjo shënon një periudhë të thellë reflektimi, analizash të kujdesshme dhe zbulimesh të rëndësishme. Je në formë të shkëlqyer për të hulumtuar çështje të ndërlikuara, për të zbërthyer ndjenja apo situata që më parë dukeshin të mjegullta.
Kjo energji të ndihmon të shohësh përtej sipërfaqes dhe të kuptosh gjërat ashtu siç janë, pa u mashtruar nga dëshirat apo frikërat e brendshme. Sot, Mërkuri në harmoni me Saturnin të sjell një ndjenjë qëndrueshmërie emocionale. Je më i gatshëm të përballesh me ndjenja të vjetra, çështje familjare apo të marrëdhënieve që i ke shmangur më parë. Kjo është dita e duhur për të vënë rregull në çështjet e brendshme, qoftë mendërisht, financiarisht apo shpirtërisht. Mund të hasësh ide të reja për të përmirësuar jetën në shtëpi apo marrëdhëniet e ngushta. Gjithashtu, mund të gjesh zgjidhje të zgjuara për çështje financiare si kredi, investime apo ndarje burimesh. Je më i kthjellët, më praktik dhe i përgatitur për të vepruar me maturi. Këshilla e ditës, shfrytëzo qetësinë mendore për të zgjidhur një çështje të vjetër emocionale. Kjo do të sjellë qetësi të thellë dhe përparim të qëndrueshëm. Ngjyrat me fat, e zezë, elegante dhe vishnje. Ora me fat, 14:10 deri 15:45. Ujori, Mërkuri po kalon tani në shtëpinë tënde të 7 diellore, që ka të bëjë me marrëdhëniet dhe bashkëpunimet, i dashur ujor. Ky është një moment kur mendja jote është më e fokusuar te komunikimi dhe lidhja me të tjerët. Mund të ndihesh më i prirur për të biseduar, për të dëgjuar apo për të ndarë mendimet e tua, madje edhe nëse nuk e kërkon ti, njerëzit do të vinë drejt teje për biseda të rëndësishme. Transiti i sotëm i Mërkurit në harmoni me Saturnin të ndihmon të qëndrosh i kthjellët dhe i organizuar në mënyrën si mendon dhe shpreh veten. Mund të kesh një bisedë konstruktive me dikë që të ndihmon të vendosësh gjërat në vend dhe të shohësh situatat më realistisht. Ky person mund të jetë një mbështetje e vlefshme, një dëgjues i mirë, apo thjesht dikush që të ndihmon të reflektosh me qetësi. Nëse po punon në një projekt, sot është dita e duhur për të fokusuar dhe për të vendosur ide dhe plane në letër. Çdo problem zgjidhet më mirë nëse i trajton hap pas hapi, në mënyrë logjike dhe të organizuar. Sa më shumë të largohesh nga shurma dhe të përqendrohesh te faktet, aq më shumë zgjidhje dhe ide të vlefshme do të dalin. Këshilla e ditës, mos nxitoni, organizoni mendimet dhe idet tuaja dhe kështu do të arrini të merrni vendime të mençura. Ngjyrat me fat, blu e qetë dhe gri. Ora me fat, 10 deri 12:30. Peshqit, sot është një ditë e shkëlqyer për të përqendruar energjitë tua në një projekt kreativ apo një qëllim të veçantë, i dashur peshq. Kur përkushtohesh në diçka që do, ndjen kënaqësi të madhe dhe mbështetja nga njerëzit përreth të motivon edhe më shumë. Mund të jesh i emocionuar nga ajo që po mëson dhe gjatë zgjidhjes së ndonjë problemi, mund të zbuloj edhe metoda të reja e të dobishme. Transiti i diellit me Marsin sjell një energji të guximshme dhe spontane që të vjen shumë mirë. Je entuziast dhe gati për të bërë ndryshime, sidomos në fushën e krijimtarisë dhe marrëdhënieve personale. Në dashuri mund të ketë zhvillime të bukura, ose lidhje që të ndihmojnë të ecësh përpara në atë që dëshiron në zemër. Tendenca e sotme është të marrësh vendime shpejt, pasi mund të jesh pak i lodhur nga mendimet e tepërta dhe po beson më shumë në intuitën tënde. Ndonjëherë, ky durim i munguar të shtyn të veprosh para kohe, duke u futur në situata pa menduar gjatë. Por fatmirësisht, instinktet e tua janë të forta dhe të sakta. Këshilla e ditës, beso më shumë në zërin tënd të brendshëm, por përpiqu të mos nxito shumë në vendime të rëndësishme. Ngjyrat me fat, vjollës dhe argjendi. Ora me fat, 16 deri 18:30.